Pas një mungese të gjatë prej plot 19 vitesh, sofra pejane u rikthye në Ulqen, duke shndruar qytetin bregdetar në një skenë të hapur emocionesh, kujtimesh dhe krenarie kulturore. Në ambientin karakteristik të pazarit suvenirëve, ku tradita dhe historia ndërthuren natyrshëm, u mbajt një mbrëmje veçantë që riktheu në jetë tingujt e këngëve të vjetra qytetare dhe frymen autentike shqiptare. Ky organizim i rëndësishëm kulturor u realizuan nga Qendra për Mbrojtjen e Kulturës dhe Pakicave në drejtimin e Gëzim Hajdinagës. Ai e cilësoi rikthimin e sofrës pejane si një moment të shumëpritur dhe me peshë të veçantë për jetën kulturore të Ulqinit. Mbrëmja nisi me një interpretim veçantë nga kori i Gjimnazit Publik Vllazërim Bashkim, i cili solli një energji të freskët dhe emocionuese në skenë. Zërat e rinj të ndërthurur me traditën krijuan një urë simbolike mes brezave, duke dëshmuar se trashëgimia kulturore vazhdon të jetojë dhe të përcillet. Një nga momentet më domethënëse të kësaj mbrëmje ishte ndarja një minjohje të veçantë nga sofra pejane për Gëzim Hajdinagën. Përfaqësuesit e kësaj trupe theksuan se ndarja e minjohjeve nuk është e zakonshme për ta, çka bën këtë akt edhe më të veçantë dhe domethënës. Është një plaket, një minjohje që në raste jo të shpeshta e ndan sofra pejane për njerëz dhe miq të paharuar. Kënaqësi dhe nder i veçantë Zoti Hajdinaga t'i bashkoni dhe ta pranoni këtë simbol të sofrës pejane dhe të popullatës pejës. Mosha dhe musafir të ulqinakët kanë përparësi, urdhoni zotni.
Kemi nderin që neve të sofrës, Pejane, kemi një dhurat për ulqimin edhe zotëri gëzimin. Ju falinderit për pritjen, ju falinderit për këtë mramje, ju dëshirojmë që çdo herë të keni gazment, këngë e harre. Po ashtu është edhe një historik i sofrës Pejane që do ta pranoj ministri Ajdin Aga dhe po ashtu drejtori, ministri kam qenë. Drejtori, ne kemi një shprehje nëse guxoj me thonë pej, kur nusja dele mirë dhe po i boni 100 vjetë vdes të i thonë nuse. Kujdesi ti si minister dhe si kryetar ka qenë çdo herë permanent, ndaj unë e quj minister, dhe po ashtu nga esnafi, qarshia pejës, meq peja dhe ulqini janë të lidhur dhe ekonomikisht edhe me lidhje ndërfamiljare, një pjesë që është punu me shumë kujdes nga zejtarët e pejës, po ashtu një emocion për ulqinin dhe malin e zi, por ju zoti Ajdin Aga do tjetë nga sofra Pejane. Faleminderit. Nderuar ulqinak të dashur, motra dhe vllazër, më lejoni që në emrin tuaj, por jo vetëm ulqinakve se kemi edhe musafir, ti thom sofrës Pejane, mirë se keni ardhur në sofrën e madhe ulqinake, qyteti i cili ka ditë me prit miqë e dashamire, sidomos Kosovën e Pejën. Jemi këtu me këta burra të cilët nuk janë vetëm artistë dhe antartë e sofrës 200 vjeçare, por janë intelektual të Pejës. Këtu mas mejet, miqtë e mi, ashtu si që tha edhe fitimi dhe i madhi Ramadan Krasniqi, unë kam pas nerën dhe shtëpia jeme t'i presim në sofrën ulqinake në emër të familjes time, besoj se në ulqinak kena drejt me thanë, kushta që i pret për vete, por pret edhe për qytetin e ulqinit. Pra mas 19 vjetëve për sri sofra Pejane ashtë në qytetin e vetë, qytetin më të lashtë, i lirë dhe të kulturës. Kultura që bashkon. I nderuar kryetar, ju keni 80 vjeç, na nuk ju la me shku në atë botë e pat në këtë pjesë filmike para 19 vjetëve, një numër i antarëve të sofrës ma nuk jeton me ne. Por, jam i sigur që njerëzit shkojnë e vinë, institucionet besin, postet përsëri shkojnë e vinë, por e që metën gjallë, është kanga e vjetër qytetare. Programi artistik vijoi me një sër performancash që sollen në skenë këngë qytetare dhe interpretime autentike që ngjallën emocione të këtë pranishmit. Një nga kulmet e mbrëmjes ishte performanca Ramadan Krasniqit, i cili me zërin dhe stilin e tij karakteristik riktheu nostalgjinë e muzikës së vjetër shqiptare. Ulqini për mua është peja jeme e dyta. Unë e kënoj që në ulqin që se di sakt, po ndoshta 40-45 vjet. Ulqinak të dashur, faleminderit çdo herë më keni përkra. Edhe unë jam mundur në mënyrën time me mirë, po ju çdo herë keni qenë më të mirë se une në raport une me juve. Ju dua fort, faleminderit shumë.
që i ka, o shokët e mi. Unë i tua shumë ato, por si sytë e mi, se dy të dashurat që i ka, o shokët e mi. Unë i tua shumë ato, por si sytë e mi, e para më është nana, e dyta më jeti, që të dyja të mira ini, ju kam si sytë e mi. E para më është nana, e dyta më jeti, që të dyja të mira ini, ju kam si sytë e mi. Por ti e dyta, pasu të shproka shumë, se nanën time du ma shumë se ty, se po mos t'ishte nana, do të më kishe ti, që të dyja të mira ini, ju kam si sytë e mi. Se po mos t'ishte nana, do të më kishe ti, që të dyja të mira ini, ju kam si sytë e mi.
Rikthimi i sofrës pejane në Ulqin, pas gati 2 dekadash, përfaqëson një ringjallje të kujtesës kulturore, një bashkim të brezave dhe një dëshmi se tradita shqiptare jo vetëm që mbijeton, por vazhdon të jetojë me dinjitet dhe krenari.